أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. O Allah, të falenderoj për gjitha të mirat që mi ke dhënë. Të lutem, udhëzoj familjen time në rrugën e drejtë dhe të përgjigjen kohës së namazit. Sa t'i vatë. Qa kësha flejt, Po pëse mujtë ma të gjumin? Po shalë si e frime gjuma pet, apo? Jo, dhe sy s'po mi qelë. A e din ti se savonën e kom nejt pram, edhe prap e zonën e sabajt e kom ni, jom qu jem falë. Aj, sa s'kom ni, se mu ma hej kryt. Jo, ti edhe me thakë në besh ati me takë në zonë, ti zorë që ishe qu. Sa t'i masa. E nisa peta. Jo që janë nisa une. Po obligime ki. Ti une krejt obligime e kemi, dasht, a mosh me nejt pa angull bu? Njëjt edhe pa namaz. Ani anë leja ta po a kina i plan për sot? Po për sot, mu ka pikve e kom njohë një plak shumë ma herët. Edhe ala për në kënë qarshi që ti. E të ne që është e malë dhe zënat liva ti një plak ka gdhejnë me dru me sen. Edhe bashkë për du me shku me këshirë nej. Pa që e bre se sa thash, dali be fmi pak qysh. O, nuk vënona, vënona, shpejt vi. Qa shqipe, 5 minuta edhe këthejna. E s'ma ban me njerë që atyre ta presune. E qka banaj? O, dizajnon, nej dekorim, nej diçka. Ket me dorë, do me thonë, me t'gdhem me. A, dimbre qfar punë e ka. E, thash, si kujtim bese edhe si plak kështu i mirë është, i këndë shumë. Ta ma një amanet që i pëjdorës ati ju ka punu. Ani ngam. A zvonona, jo, shpejt vi. Si s'po shkan qitash, me kry qa ki me kry të zanat lija, druna qa po thu me dizajnu, sti qatë pas ka rok në kry, shka kry të zanat lija, edhe ta mon më rrinë dollën pak me fmi. Po, shka tash është tash, kej? As 10 minuta nuk kam punë aty. Ani, tani dollën me fmi hajna na iftar dikon bashkë. Kësmet, po. Pse tash se këthejna me njerë? Rriti. Po është dhe fleja, pe.
mos e humb atë që të shpëton. Nëse zemra nuk falet, as shpirtin nuk ka dritë. Namazin nuk të kërkon kohën, ta kthen paqen. Asgjë nuk t'jep qetësi më shumë se lutja tek ai që është gjithçka. Namazi nuk ta ndryshon jetën me njëherë, por ta qetëson shpirtin aty ku askush s'mundet. Kthehu tek Allahu sot, sepse ai të pret më pranë se sa vetë zemra jote. Selam aleikum Mustafa. Aleikum selam. Po që ka pak. Oh, mashallah. Që sa vjetë e moj mend këtë punë të ri. Musta si e? Po mirë, me shëndet? Alhamdulillah, shumë mirë. Apo ta do blesmija, ja. Ne jemi tu rritë, mërë, ne jemi tu rritë. Si ka lëni? Po shumë mirë, që me këtë lavin tem. Hala, gjalien, po. Po ki duhet qenë adi sa vjeti ka? 90 vjeti ka, o gjallë. Mashallah. Edhe s'do një me u dërzu. Ja. Edhe mos nga bëjni. Ja, mare, qfarti. Musta, mos banali punën shumë, po ku marrë një qfar lutjeve kam të ju. Hajde arli koftë. Valla, po, se dhja dhe mojsh, të më një mojsh ajo. Po do të mundona, Shti Ramazan. Po. Ka nuk shkon menja shti, dikush piket vesh të shpible, dikush të li qfar qefe, dikush vesh të luma pin drejk dhe lip. Qashtë. Isha të nejtë të shpija, më ka shko menja be i dunja 2 tabla, ama të punume me dorë. Si kini punu ju qera herë dhe vazhdojnë mi punu? Vete e zgjallia dhe njerë, moti baba ka kon ka marrë diçka. Me mbishkrimin e njën të dijat. Të dijat shkrujnë bismillah njët. Ama të gdhen ta me dori du. Se shti ka me përësia, hazër, shkrujt me hazër sene. Ama qeve qef kam, ti keme për kujtim për juve ti kem. Të dijat njësoj të qenë. Pa e paraforësish qështu 3-4 santim për shemull t'jenë të dijat. Hitë s'ka problem, po pse bre dy për dëun, dhorat me qënë tjetërën. Një ta këshmi ndreq, për neve s'ka problem në punojnë. Jo, bosta, ngo. Du, si rikujtim, një talojnë himje të shpijes, një dalje të shpijes. Se ne, ulmi me ongër buk, bojmë bismillah. Nismi me kërë me shku dikon, bojmë bismillah. Bina në gjumë, bojmë bismillah. Qomi pi gjumit, bojmë bismillah. Më duket se këto kur dalmi pi shpije, kur hina, i kena haru. E për qasë si rikujtim talonja ti. Një të himje të shpijes, një në dalje të shpijes. Mashallah. A mund të ti bojmë? Po, mare qyshja. Me gjithë qebili i bojmi. Po se pas këm ditëve se qaq pas këmi vlerëna. Me njerëzit që hera parë po të shobre djarti. Usta, veprat e juve flasin. Vlera juve që vetë thove ti që 90 vjetë sa thove e një këto. A i të kuptu, edhe për atë ndu si kujtim ti kemë për durve t'juja. Edhe kam qef, një Haxhalia ta punoje, një ti. Po qyshja, i të s'ka. Të dhja të më thonë, të mi bojni? Tu mi jesim me si kujtim. Edhe ma e shëjnë shpijen, po edhe sa herë unë që të bëj bismillah ati, inshallah ka një sevap të të ditë e ju dhe vinje. Amin, inshallah, po për një javë ti bëjmë gati. A do të bëjmë inshallah? A Xhali e thunë, për një javë po. Po. Shumë famderit, Allah ju rujt inshallah. Amin. Valla jeni të ma plasu Amin. dëshirën që me shumë qef kom ardhen edhe disha se s'keni me më këthy prap. Valla po, usta, mos ju marrë vakt ma shumë une. Ani. Allah ju rujt, famderit shumë. Po, për një javë të bëjmë gati. Allah i kabulli, inshallah, lutjet e ibadetit. Hajde, selam aleikum. Aleikum selam. Hajde.
s'ka zonë shumë. Shka me flesi një herë bjerë për shra. Jo, bre. Se por zotën më thëmë. As kine e punës kur gjë heq. Qa vënë ti? Qa se e ka shpejt? Po, për fat mirë aty e bej shkone e plaki. O, se më gëzu kërë, po se s'dishë sa të punu ma jo. Se edhe moti se kum po. A gjekë kum pas gjithë taj me porosit diçka. Anja, më që me porosit? E po. Porosita 2 sene i kum porosit, ama s'po du me të kalëzë. Më vjen keq. Pse? Se po du më milon surprizë. Shkenë si sprita marrë në pauzu që atë. I kum porosit 2 mbi shkrime, me shkrimin e njëjtë, do me thonë, me kuptimin e njëjtë, po 2 copa. Qa shkruan aty? Ishte edhe qka shkruan aty, edhe qëfar ngjyrë është drunja, ma i qetë, a ngjyrë ara është. A vërtit, kur hajmë bokë, bojmë bismillah. Po. Apo? Kur nismi me kërë dikon, bismillah. Kur bina me flet, bismillah. Edhe kom po të arsyeshme se në gjithë aspekte ne nuk e përdormi këtë. I kom porosit 2 mbi shkrime, do më thonë të njëjta, me drunë, qështu matësia, qështu diçka. Një me lanë ndaljet banesës, do më thonë kur dalmi, me na u kujtu nëse harojmë, me thonë bismillah, edhe një në hymjet banesës, me thonë bismillah kur hym, do më thonë kur e qelë derëm, bismillah se jetu hinë shpe me bismillah. E të po? Atë pëlqen? Sa mirja pas ke bo. Ja, shumë mirja pas ke bo, valla. Po s'desha që ka me porosit tjetër sen ati. Sa i bon edhe qera dekorime sen, ama... Ja, dekor ma i mirë për shpe s'ka. Që vëtan? Ja, shumë mirja pas ke bo, bashkë mirë. Fëmijët e njësaj në shkollë? Edhe janë një orë që është e krejnë. Po mirë, pas ka ko. Pas ka ko. Se njërë ta shkoj direkt, po e posh që herët është edhe... Për që të nalë në shkoj. Edhe një orë ka. Po, që ka pëdo me bosit, ka pëdo? Shti ty. Sot për t'alo ty ndorë mas i ke porosi që ato shkojnë nga katë tushti. E para herë, okej, ani, s'po të prishje dhone. Unë e pra, ku të vendosjon, i marrë me fëmijët edhe direkt shkojnë. Apo që ashtu? Që ashtu e lajmë. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në emër të Allahut Azza wa Jall, falënderimet tona ja dërgojmë Allahut te bareke ve taala, kurse përshëndetjet ja drejtojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht rrizoj rastin që gjithë besimtarëve të bëj për hajër muajin e bekuar të Ramazanit. Në këtë ditë të begatshme, të këtij muaji të begatshëm, që është dita e shpëtimit, fillimi i ndryshimit, fillimi i mëshirës së Allahut te bareke ve taala,
fillimi një adhurimit të madh e të dashur tek Allahu Azza wa Jall, fillimi i afrimit të zemrave tona, të trupave tona, fillimi i gjymërthlokut, fillimi i adhurimit të natës, fillimi i adhurimeve të ndryshme, leximit të Kur'anit, e vendimit të ballit, fillimi i pendimit, fillimi i ndryshimit ton dhe të botës në përgjithësi. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Andaj edhe një herë ju them për hajër ju qoftë, muaj i bekuar i Ramazanit. Allahu gjithëve ju dhash ymër, shëndet, begati dhe mirësi, që në këtë muaj të bekuar dhe në fund të këtij muaji gjithë së bashku të gëzohemi me njëri tjetrin, me falin Allahut Azza wa Jall dhe me një festim dhe gëzim që gjithëve neve do të na bashkon. Pasi që e pash emisionin e parë apo episodin e parë të këtij emisioni, me të vërtet u inspirova që të flas për një temë shumë të rëndësishme. Para se gjithash, u gëzova kur pash që ka kësi bashort, kësi bura, kësi besimtar, bura në kuptimin e plot të fjalës, që din dashurinë e tyre krahas asaj pjesës deklarative të tregojnë edhe me vepër. U habita me kujdesin e këtij vllaut ton, këtij bashortit që e kishte ndaj bashortës së vet. Sa me të vërtetë sinqerisht e donte bashortën e vet. Që s'u ndal duke lutur Allahun për bashortën e vet. Që nuk u ndal asnjëherë dhe nuk u dorëzu duke këshilluar bashortën e vet. Sepse me të vërtetë e donte. Ai që e don bashortën e vet, ai që me një bashortë që e don dhe është me atë në këtë dunjë, ai bën çmos që me këtë të dashurën e vetë përgjithmonë të jetë së bashku me te edhe në xhennet. E për me qenë së bashku në xhennet me dashurit tonë, na duhet ata t'i këshillojmë, t'i përkujtojmë. Për çdo gabim eventual, na ata t'i përkujtojmë. T'i lidhim trupat tona, t'i lidhim zemrat tona. Dhe subhanallah, shifeni duaja e sinqert. Se tek Allahu Azza wa Jall, një sinqert që të rokët me lutjen e tij, të sinqert, në veçanti për një dashuri të sinqert që e ka ndaj bashortës së vet. Kur do qoftë, ky Zot i Madh do t'i përgjigjet lutjes së tij dhe do t'i përgjigjet pikërisht në çastet dhe momentet kur ai më së paku e mendon dhe e kujton. Sikur se i ndodhi këtij vllaut ton. Që në momentin kur ai më së paku mendonte se do t'i bashkangjitet bashortja e vet namaz, ajo i erdhi dhe ju bashkangjit atij në adhurimin më të madh që e ka emrin namaz. Andaj, na e dim, jemi besimtar, se namazi është shtylla e kësaj feje. Shtylla e Islamit, shtylla e dinit ton. Dhe se namazi është baza e çdo adhurimi. Namazi është baza, mbi të cilën bazë e ndërtojmë çdo adhurim tjetër. Tani jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, ku zemrat e tona zbuten, ku na i drejtojmë Allahut me pendim dhe me falje. Dhe ky pendim dhe kjo falje dhe ky agjerim duhet të reflekton tek ne që na t'i kthehemi Allahut Azza wa Jall me namaz. T'i kthehemi Allahut Azza wa Jall me vendimin e ballit ton në sejdë. T'i kthehemi Allahut Azza wa Jall me adhurimin që Allahun më së shumti e gëzon. Andaj thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, aqrab ma yakunu al-abdu ila rabbih wa huwa sajid. Thot robi më së afër me krijuesin e vet është duke qenë në sejdë. Wallahi nuk ka point. Wallahi se mundemi me shiu kënaqësinë e vërtetë të agjerimit nëse na agjerimit ton nuk ja bashkangjitim namazin. Më mirë thonë, na namazit ton du t'ja bashkangjitim agjerimin. Është për të gëzu se besimtarët në këto troje, elhamdulillah, gjitha agjerojnë. Është për të gëzu se besimtarët, vëllezërit dhe motrat tona që edhe nuk falen kur vije muaji bekuar i Ramazanit, ata agjerojnë. Dhe na ju themi, këti agjerimi tani është koha, tani është momenti, tani është stina që na duhet agjerimit ton t'ja bashkangjisim edhe namazin. Edhe këtë shtyllë islame që
agjerimi jonë të ketë bazë. Sepse agjerimi pa namaz është agjerim i cili është pa bazë. Dhe se namazi jonë i je pojnët edhe agjerimit tonë, na i zbukuron agjerimin tonë, na i zbukuron adhurimin tonë, na i forcon lidhjet tona me Rabbul Aleminin. Vallahi e di se flas para besimtarëve dhe besimtareve që e duan Allahun Azza wa Jall dhe këtë dashurinë dhe Allahut e manifestojnë me agjerim, por ndoshta një keq kuptim për vlerën e namazit, atyre u minimizon rëndësinë e namazit. Me agjeru është maron se mu falë. Por ja që besimtarët ndonjëherë duke mos ditë vlerën e madhe të namazit, e kryjnë një adhurim shumë të rëndë të madh që e kojmë në agjerim, nga ana tjetër neglizhojnë vlerën dhe peshën që e ka namazi në dinin tonë e që duhet pas në jetën tonë. Andaj, tash kur jemi në stinën e adhuruesve, në stinën e faljes dhe mëshirës ku na zbutet zemra, na zbutet trupi, na zbutet mendja, të pendohemi dhe të fillojmë prej tani dhe deri në frymërin e fundit ton që të falim 5 vakt namaz. Që ta falim namazin e sabahut, ta falim namazin e drekës, ta falim namazin e ikindis, namazin e akşamit, namazin e yacis, e tani Ramazan edhe namazin e taravis, e që me të vërtet të kompletojmë dinin dhe imanin ton, e të zbukurojmë edhe agjerimin ton. Zotin e madh e lut që Allahu zemrat tona të lidh me namaz, që Allahu zemrat tona dhe ballin ton të lidh me sejdë, që Allahun e madh e lut që Allahu të na zbut zemrat, e të na mundson të pendohemi, e gjithëve të na ban nga besimtar që i drejton Allahut me 5 vakt namaz. E kulu ma tasmaun, walhamdulillahi rabbil alamin. Ky projekt sponsorizohet nga